Sot do të flasim për anonimitetin në kuadër të webit. Të gjithë ne përdorim internetin. Mirë po, a keni menduar se sa jeni të padukshëm apo se sa jeni anonim në kuadër të webit? Duhet të dini që çdo veprimtari që e bën në kuadër të webit gjurmën besin. Së pari, kush e din se çfarë jeni duke vizituar. Së pari e din ISP-ja apo Internet Service Provider, do të thonë provideri apo kompania e cila juve ju ka jap qasje në internet. Pastaj, e din edhe kompania në të cilën ju e vizitoni sajtin, pra në serverin ku ju kyçeni. Edhe ata e din saktë se kush jeni dhe çfarë po bëni apo çfarë po kërkoni në atë sajt. Për kësaj, nëse ne duke hyrë nga vendi i punës, e din edhe administratori i sistemit. Mirë po, të gjitha këto kontrolle apo këto të themi informata që mund të ketë dikush, këto janë do të thonë të rregulluara me ligj, por nuk mund të ketë ndonjë keqpërdorim. Mirë po, sa i përket webit, duhet të dini që kemi 3 nivele të webit. Kemi webin sipërfaqësor. Çfarë kupton me webin sipërfaqësor? Në kuadër të webit sipërfaqësor janë të gjitha websajtet të cilat i kërkojmë nga makinat për kërkim. Për shembull nga Google apo nga Bing. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se interneti është pak më tepër se sa Google apo Bing. Pastaj kemi edhe të ashtu quajturin Deep Web apo webin e thellë, ku janë të gjitha sajtet të cilat nuk janë të indeksuara në makinat për kërkim. Këtu hyn për shembull emaillat e juaj privat, e-banking, apo çështja në platforma të ndryshme, për shembull tek e-Kosova. Pra, ju duhet për të kyçur, ju duhet të jepni kredencialet e juaja. Pastaj, e kemi edhe të ashtu quajturin Dark Web apo webi i errët. Tash, çfarë është webi i errët? Derisa në webin sipërfaqësor dhe në webin e thellë, domeni një faqe mund të jetë com, net, edu apo një domen tjetër. Në kuadër të dark webit apo të webit të errët, domeni i websajteve është .onion. Tash, në parim, kur flasim për dark webin, mund të themi që dark webi nuk është ilegal. A ka përmbajtje ilegale, a mund të gjeni gjëra ilegale? Po. Mirë, po ne do të flasim në aspektin pozitiv. Kur mund të përdorni dark webin apo kush e përdor dark webin? Nëse ju dëshironi që të keni një anonimitet më të madh, pra që mos të dihet se kush jeni, prej nga jeni, kur vizitoni ndonjë sajt, atëherë mund ta përdorni dark webin. Për ta përdorur dark webin, ju duhet që ta shkarkoni shfletuesin apo browserin Tor. Pra, duhet që ta keni Tor browserin. Po flas gjithmonë në aspektin legal. Kush e përdor dark webin? Përdoren gazetarët, përdoren hulumtues ndryshëm me qëllim të ruajtjes së anonimitetit dhe ruajtjes së anonimitetit të burimeve të tyre. Pra, në parim çfarë mund të themi? Dark webi nuk është ilegal, mirë po mund të ketë përmbajtje ilegale. Në fund të ditës është një teknologji që ju duhet të keni kujdes se si e përdorni. Për pyetje, komente më shkruani dhe do të diskutoj edhe tema tjera sipas kërkesës tuaj.